A mund të krijojmë së bashku një fjalor termash për startupet e reja në Shqipëri? Nga përvoja juaj? Atëherë, provizimi që do jepja unë, sepse unë jam futur tani të bëj dhe pak mentorim në një ose dy programe të ndryshme, është fakti se unë shoh përveç dëshirës, shoh një mungesë të theksuar të kuptuarit se sa e vështirë është kjo gjë. Dhe 3 këshilla që do jepja unë atyre që të kuptojnë që kjo gjë është e bëshme. E para, mos ish dorë asnjëherë. Mos ndalo së ndëruar idenë fillestare po ta pasurosh gjithkohës. Dhe e treta, it's a business, stupid. Pra duhet të jetë biznes. Nëse ti nuk e kthen në biznes idenë tënde, pastaj mbetet thjesht një ide e cila shënon diku, po që mi vendoset me të tjerat që kanë dështuar. Një shprehje nga Konfuci thotë, ata të cilët mendojnë se munden dhe ata të cilët mendojnë se nuk munden, kanë të dy të drejtë. Absolutisht. Ti si thua? Unë them që nëse nuk e merr hapin e parë, do jesh tek njëra nga kategoritë që është ajo që nuk mundet. Ai që merr hapin e parë e di që mundet. Pse? Sepse gjithçka është pjesë, po merr prapë te Konfuci, është gjithmonë që nëse ti nuk merr aksion, ti dështon. Dhe prandaj modeli Silicon Valley i startupeve funksionon. Pra ç'a bëjnë ata? E marrin idenë dhe e hedhin në treg, nuk presin që ta bëjnë perfekte. Validimin ta jep tregu. Nëse ti mendon se ti do të ndërtosh grehinën më të mirë, ti do të ndërtosh ekipin më të mirë, produktin më të mirë, shërbimin më të mirë, dhe thjesht ideone e manifeston atë që nuk manifestohet. Tregu është filtri më i mirë i mundshëm, kështu që kjo është ndarja konfuciane e imja. Subscribe në kanalin Klas Media në YouTube.